A e dini se cili është pozicioni më i dëmshëm i gjumit për kurrizin tuaj? Nëse flini barkas, ju po e shkatroni nga dalë shpinën tuaj. Ky është pozicioni më i keq i mundshëm sipas ortopedëve. Kur flini barkas, qafa juaj detyrohet të rrotullohet në një kënd ekstrem për orë të tëra. Kjo shkakton tension muskujsh, dhimbje koke dhe degenerim të diskut vertebral. Për më tepër, pesha e trupit shtyp zonën e mesit, duke e sheshuar kurburen natyrale të kurrizit. Por mos u shqetësoni, ka një zgjidhje të thjeshtë për ta korrigjuar këtë. Nëse nuk mund të flini dot ndryshe, vendosni një jastëk të sheshtë poshtë belit tuaj për të mbajtur kurburën natyrale. Zgjidhja më e mire është të flini në shpinë, me një jastëk të vogël nën gjumt, ose në anë, me një jastëk midis gjunjve për të mbajtur lengën në pozicion neutral. Këto ndryshime të vogla bëjnë një ndryshim gjigant në dhimbjen tuaj të mëngjesit. Nëse dhimbja e kurrizit vazhdon edhe pas korrigjimit të pozicionit, mos e injoroni. Në Barmed, mjekët tanë specialist dhe fizioterapiste ju ndihmojnë të gjeni shkakun e vërtet. Rezervoni një konsulte online sot dhe flini pa dhimbje nesër. Barmed, platformë për mjekësi inovative.